Beskallaku në gjendje të rëndë pas aksidentit. Një lajm i papritur që ka shqetësuar fansat ka ardhur nga jashtë kufive të vendit. Aktori dhe këngëtari i njohur Beskallaku është përfshirë në një aksident automobilistik gjatë një udhëtimi që po bënte jashtë shtetit. Ngjarja ka ndodhur në një rrugë ndërurbane ku sipas burimeve pranë tij, Besi ka humbur për një moment kontrollin e automjetit të tij luksoz, një Range Rover. Përplasja ka qenë e lehtë, por ka shkaktuar një moment të madh paniku për të dhe ndjekësit që e kanë ndjekur në rrjetet sociale. Fatmirësisht, Beskallaku ka dalë nga automjeti pa lëndime serioze. Ai ka pësuar vetëm disa gërvishtje të lehta, ndërsa ndihma mjekësore e marrë menjëherë pas aksidentit ka konfirmuar se gjendja e tij shëndetësore është e qëndrueshme. Më shumë se sa fizike, duket se ngjarja ka lënë pasoja emocionale, pasi aktori është ndjer i tronditur nga çasti i papritur dhe rreziku që për pak mund t'i kishte kushtuar shumë. Ai e ka ndarë vetë lajmin me ndjekësit e tij duke falendëruar Zotin për shpëtimin dhe duke vlerësuar mbështetjen e miqve. Sa i përket makinës, dëmtimet janë minimale dhe të riparueshme, vetëm pasqyra e djathtë anësore e Range Roverit është dëmtuar lehtë, ndërsa pjesa tjetër e mjetit ka shpëtuar pa dëme serioze. Vet Besi, me stilin e tij karakteristik, plot humor, e ka komentuar ngjarjen me disa batuta duke treguar se edhe në situata të vështira nuk humb buzëqeshjen dhe shpresën. Ngjarja është një kujtesë e fortë për të gjithë se rreziku në rrugë është gjithmonë prezent, pavarësisht nga kujdesi personal apo niveli i sigurisë që ofron një automjet luksoz. Beskallaku ka marrë mbështetje të madhe nga fansat dhe kolegët e tij, të cilët kanë mbushur rrjetet sociale me mesazhe inkurajimi dhe dëshirë për shërim të shpejtë. Ai është shprehur se sapo të kaloj tronditjen, do të rikthehet me energji të reja në skenë dhe në projekte të reja artistike që do të vinë së shpejti. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.